Tani, unë jam bërë gati dhe this is the outfit of the day. Kam e thjesht këmishën time të bardhë lino me fund pantallonat e zeza të Zarës, sepse do ikim për në Durrës. Kemi për të zgjedhur tavolinën e ngrënies për tek shtëpia karike. Gjithashtu duhet të vendosim të bëjmë dhe porosin për këndin në salon. Edhe vendosa të vesh këmishën lino, sepse unë videon ditën e fundit e lash në momentin që bëra 2 tatuazhet e mia. Nuk e kam treguar ende, do të tregoj pastaj që t'ua shpjegoj dhe kuptimet, çfarë kuptimi ka dhe pse i kam bërë. Dhe kam hequr këmishën lino që t'i mbuloj, sepse akoma nuk kam hequr second skin. Ja du t'ua lë video këtu që ta shikoni. Second skin është kjo ngjitse që vendoset në lëkurë dhe mbahet 5 deri në 6 ditë. Sot u kam ditën e 6 dhe duhet që t'i heq. Dhe ndërkohë tatuazhi shërohet. Ajo është kundra ujit, ndërkohë mund të lahesh pa problem, sepse nuk futet ujë brenda në tatuazh. Dhe kam ndryshuar, nuk është si dikur që lyen me ato kremrat për të shëruar tatuazhet. Tani mbahet kjo second skin dhe në momentin që ti e heq, tatuazhi është shëruar. Kështu që unë kam për t'i hequr sot edhe do të tregoj që të dyja tatuazhet. Ndërkohë, duhet i mbrojmë nga dielli në mënyrë të vazhdueshme në fakt, me SPF në mënyrë që mos të zbehet ngjyra dhe të prishet tatuazhi. Tani duhet të nisemi, nuk kam pirë kafe ende, nuk e di që se do ta pi shtëpia, po do ndalojmë diku, Klajdi? Nuk më dëgjon. Të shohim. Kam ndryshuar pak settings e kamerës, i kam bërë pak më warm, por sot në fund të ditës do t'i fus në kompjuter që të shikojnë, që ose më pëlqejnë apo jo, në mënyrë që pjesën tjetër të videos pastaj t'i vendosim si që kishim. Po pra njerëz përfundova me kafe në shtëpi në dorë, për 2 minuta se do ipim në motor. Se kupton njëri që këtë kafe në kemi të shenjë, duhet ta pi me Terezi. Haj njerëz, nga mbasditja, jam bërë gati që të dalë, duhet ikim patjetër në Spar që të bëj pazar, se nuk kam absolutisht asgjë në shtëpi. Përpara se të ike, thash që t'ju bëj një pepper mayo haul, se më kanë ardhur gjëra shumë të bukura verore. Ke di që nuk e fola më fare para dite, por ishte super vap. Ne ishim gjithkohës në motor, duke ikur sa në një vend në tjetrin. Thash ishte nxehtë merë dhe ai shumë jemi lodhur dhe kemi mbaruar gjysmat e punëve. Kemi zgjedhur vetëm 2 karige të gjata për pjesën e ishullit te kuzhina. Nuk vendosëm akoma për tavolinën e ngrënies dhe kariget, sepse ato që pam, kemi parë te Bal Italia, kishte gjëra fantastike, punime druri fantastike, realisht masterpiece, modele komplet të veçanta. Por nuk ishte me përmasat që donim ne për tavolinën, ishte shumë të mëdhaja, nuk e kemi hapësirën e tillë. Gjithashtu dhe për tavolinën e mesit, do t'i vinte një furnizim i ri pas një jave, kështu që do shkojnë sërish. Mbaruam punën edhe te mobilieri, me këndin, me porosin e këndit nuk mbaruam punë, pra mbaruam me gjysmën e punëve. Kur erdha në shtëpi ishte super e lodhur, realisht nuk isha fuqi as për të bërë për të ngrënë, jo më për të hapur kamerën, me thënë të drejtën, prandaj po e hapim tani pasdite. Nice, po ju bëj një herë një pepper mayo haul. Gjëra të bukura. Po filloj me fustanin e parë, i cili është një fustan i shkurtër dhe me këto ngjyrat e bukura verore, me këtë butter yellow, edhe me këtë lulën e famshme që ka dalë shumë në modë si vjet. Shikojeni sa i bukur që është? Rinte pakës i shkurtër, nuk është se të dilte gjë, por ishte fix, kështu që mendoj se do ta vesh më shumë për plazh ose për pishinë, sepse nesër kemi plan që të ikim në pishinë, kështu që mendoj se do ta vesh nesër. Ky ishte fustani i parë. Do të kemi të dytin, që është një mrekulli. Realisht ndoshta tani, nga që është siç ka qenë në pako, dhe nuk e shikoni tamam se duhet hekurosur, por është shumë i bukur. Është lino, vjen në këtë rozën super të ëmbël, pjesën sipër vjen me ripa dhe bust, dhe vjen i gjatë deri në fund të këmbëve. Thash që roza është shumë e ëmbël. Dhe rinj të yll njerëz, shumë i bukur. Thash nuk duket mirë, sepse është edhe i pa e kurosur, por do ta shikoni në vazhdim. Dhe e fundit kjo dhe mbarova, këtu kam marrë një cover up për bikini. E mbani mend që kam veshur një blu të ngjashme si puna e kësaj, me një pjesë të verdhë, më duket e kishte. Po, këtu poshtë, e kam hedhur dhe foto në Instagram, po e lë diku këtu.
Ajo thoshte për të larë me dorë, unë futa në lavatrice në 15 minuta në procesin për të larë me dorë, por duhet e kisha në fat centrifuge sepse është shpuftuar dhe tani duket si një bluzë dhe nuk vishet më. Më vjen shumë i natë, se ishte shumë i bukur, por porosita në ngjyrat e ngjashme. Kjo është i gjatë deri në fund të këmbëve dhe se tani nuk kuptohet mirë. Do ta shikoni të veshur edhe këto gjithsesi. Vjen i hapur te pjesa e barkut dhe lidhet sipër te qafa. Ishte shumë i bukur dhe ky dhe rinte shumë bukur. Këtë nuk do ta prish, do ta laj me dorë, kjo gjë është e sigurt. Tani ikim që të bëjmë pazar dhe flasim për gjëra të tjera rrugës. Është të merr vap njerëz siç e pa temperaturën në makinë shënon te 36.5 gradë Celsius edhe pse është ora 16, po makina ka qenë gjithë ditën në diell, kështu që është më se justifikueshme. Jam pak me dhimbje koke se do kisha dalë më herët nga shtëpia. Më ka çmendur kjo migrena, më ka zënë 2-3 herë javë, mos më shpesh dhe realisht kam qenë super e lodhur nga kjo gjë. Më pengon të mbaroj çdo punë të mundshme. Madje të premten bëra një vizitë për migrenën me një mjek italian, thash po provoj diçka ndryshe, ndoshta më jep një zgjidhje, ka evoluar shkenca, mjekësia dhe në fakt isha shumë entuziaste deri tani sepse më dha një terapi për 2 muaj dhe është hera e parë që unë do provoja një terapi për migrenën. Thash isha shumë entuziaste se do të funksiononte, sepse gjithmonë thjesht kam pirë qetësuesa sa herë që kam qenë me migrenë dhe në varësi të simptomave të tjera që kam pasur. Tani, këtë ilaç që më dha mjeku, nuk po e gjeja për qamet. Më tha edhe vetë mjeku në fillim, më tha që këtë ilaçin e gjeja kudo në Europë, në fillim në Shqipëri nuk e kemi gjetur, ndërsa tani tha e gjen kudo. Dhe thash, okay, e gjej pa problem, po tha e gjen kudo, në rregull. E kërkova djena për farmaci, ku nuk e kam kërkuar, pastaj fillova të marr farmacit në telefon sepse nuk kisha më fuqi të vija vërdall, dhe më thanë të gjithë që është një mungesë tregu prej 6 muajsh, 1 vit, vetëm nëse e gjenta në ndonjë farmaci që ka ngelur stok. Dhe unë atë shpresën po i mirja gjitha farmacit në telefon, por nuk e gjeta dot. Kisha një njeriu tim në Itali dhe i tham atij sepse vinte sot. Pyeti dhe andej ishte munges. Tani kemi futur njerëzit tanë në Greqi të shohim në qoftë se e gjejmë dhe andej. Dhe të kundën do të shkruaj mjekut me email se më dha kontaktin e tij dhe të shohim se çfarë do të më thoj. Është herë e dytë në fakt, sepse para shumë vitesh kam bërë çe të bëmi motor. Që po thosha, të njëjtë unë para, sepse gjeta një rezonancë që kisha bërë para 7 vitesh, jo 6, më falë 2019, edhe atëherë kam bërë një vizitë me një neurolog i cili më ka tentuar të më jap një terapi, po dhe ajo atëherë më dha ilaçe që unë nuk i gjeta në asnjë lloj vendi, edhe prandaj vendosa të bëja me një mjek italian, sepse thasha në qoftë se këta janë pak më të agjërnuar se këta tanët. Përsëri një ilaç që nuk gjendet prej disa muajsh. Sa po e bëra dhe pazarin njerëz, dalova dhe në 1-2 dyqane sepse ka filluar uljet të gjitha brendet, por nuk pëlqeva asgjë. Dhe kjo është një shenjë e mirë, sepse do të thotë që unë nuk do harxoj lek kot si vjet. Dhe si gocë e mirë që jam, mendova edhe për makinën, sepse makina ri në diell gjithë ditën, kështu që mora një nga këto reflektueset që thot reflective sunshade në mënyrë që të mbrojmë kroskotin, sepse babi më ka përfititur 700 herë, duke më thënë që do të prishet kroskoti i makinës. Edhe unë se gocë e mirë që jam, neve një mbrojtëse. Vete 700 herë të tegu, më tha mua dhe nuk thejsh të gjambër që ta marrësh. E mora dhe do t'ja vendos. Po merë goca ime. O t'ishe? Ku je, moj? Nga po vete ti me? Unë se u ktheva nga tegu. Nga bajta dhe? Po. Mere pazar. Bera, qajre pinka kjo. Tani t'ja vendosëm kësaj makinës të. Këtu njerëz kemi një mini pazar, kemi këto moltot për mëngjes që janë pa sheqer të shtuar. Unë zakonisht i marr me mjaltë, por sot do t'i gjeta dhe mora këto që janë me qershi. Si gjithmonë kosat e mi pa laktozë me shumicë, bukë integrale për tost, qumshin sërish pa laktozë.
Këtu kemi për tost proshut pule edhe djath guda, kemi djathin e shkrim pa laktoz, skoti edhe vezë dhe salami I kokos. Kaq, pazari shpejt fare. Edhe që thoni ju njerëz, tani do dalë prap, do takoj që në besën time, si Elin dhe motra, se nuk I kam takuar u bën ca ditë edhe do dalim që ta ham akullore. Shikojni qik sa të bukur ka sjeli kamerën e ka si të tezes, bëm vlog me këta, shikojni? Shpirti, kush e ka kamerën më të bukur, unë apo ti? Jo, t'ja e shumë e bukur. Të bëj foto, po? Po, zonjë një qik. Mirë mëngjesi nga dita tjetër, jam duke u bërë gati për të ikur në pishina, por në këtë moment e njerëz u mërzita shumë fare, sepse mendoja, por kisha xhiruar ditën e diel nga fundjava e kaluar, sepse kam gjithkohë si përmendje tatuazhe, ndërkohë unë kam fshirë gjitha xhirimet edhe nuk do të jetë ajo ditë në këtë vlog, mërzita shumë. Nuk e di se që më kujtua dhe vajta që të kontrolloja diçka të aparati dhe u kujtova që unë I kisha bërë format gjithë kartës së memorjes dhe realisht më mërzita shumë sepse gjitha ajo pjesa nuk është fare, por do ta zvendësojmë me gjëra të bukura të tjera, edhe pse më vjen shumë inat sepse ishte një ditë e xhiruar dhe ikur dëm. Por, t'ju tregoj tatuazhet, se kam gjithë video që flas tatuazhe, ndërkohë që nuk jam fare në këtë vlog. Atëherë, kam bërë 2 tatuazhe të ri njerëz, ky është tatuazhi I parë dhe është silueta e një femre. Është një tatuazh fine line, janë këto tatuazhet e holla minimaliste dhe zakonisht siluetat tregojnë forcë natyrore të brendshme, por më tepër që është një tatuazh shumë feminil, unë gjithmonë kam qenë një natyrë shumë feminile, dhe ky është një lloj tatuazhi që tregon elegancën, mbështetësinë e një femre, njëkohësisht jam në një fazë të jetës që e dua shumë veten time, dua trupin tim, kështu që është një tatuazh që më përshtatet dhe kisha shumë qejf që ta bëja. Jam një fan të tatuazheve minimaliste që kanë kuptime të tilla të bukura dhe që I shkojnë trupit të femrës, që janë elegante, nuk e prishin atë trupin lëkurën duke u rënduar me tatuazhe të mëdha. Tatuazhi I dytë është ky tjetri nga krau tjetër. Më është tacaruar pak lëkura nga second skinny dhe është pak e thatë momentalisht, por do rikuperohet shumë shpejt. Ky tatuazh tjetër lexon create, që do të thotë krijo, dhe kam lidhur pikërisht me punën time, me pasionin tim, sepse unë gjithkohës jam duke krijuar tek puna ime të zyra që punoj full time, jam duke krijuar vazhdimisht fushata marketingu për biznese të ndryshme, ndërkohë krijoj content për Instagramin tim, krijoj ide reelsash, videosh, krijoj gjëra të bukura për YouTubein tim, kështu që jam gjithkohës duke krijuar gjëra të bukura dhe lidha pikërisht me këtë fazë të jetës time që jam duke krijuar gjëra të bukura që dua t'i mbaj mend, edhe vite më vonë nëse nuk bëj të njëjtën punë, nuk kam të njëjtin profesion, do ta lidh pikërisht në këtë fazë të jetës time. Kaq, shkurtimisht këto ishin 2 tatuazhet e mia të reja që mua personalisht më pëlqejnë shumë, por gjithsesi edhe ju ndani mendimin tuaj me mua, lijeni në komente. Ju pëlqejnë apo jo, si ju duken, më shkojnë apo jo, ndani dhe ju mendimin tuaj me mua. Bëra gati çantën time të plazhit, kam marrë 700 gjëra me vete, sepse gjithashtu duhet të krijoj edhe content, edhe një reels për një bashkëpunim të ri, edhe kështu gjërash. Atëherë, dua t'ju tregoj edhe disa produkte të reja dielli që kam marrë, që janë nga një linjë greke, Luxury Sun Care, që ka pak vite që është futur në Shqipëri. I kam këtu që të gjitha produktet dhe është një set, në fakt me një çmim shumë të leverdishëm, sepse ti merr të gjitha produktet e nevojshme që të duar për plazhin, dhe ke të gjitha në një set. Ka dhe këtë çantën e vet që e merr kudo me vete në plazh, e ka shumë praktike. Atëherë, I pari është ky produkti që është kremi I trupit me SPF 30. E gjithë linja e Luxury Sun Care është me mbrojtje të lartë kundra rrezeve të dëmshme të diellit, UVA dhe UVB. Gjithashtu kanë edhe acid hyaluronik dhe vitamine që hidratojnë dhe mbrojnë lëkurën nga radikalet e lira. Ky është kremi I trupit, 200 ml. Po, 200 ml. Kemi kremin e fytyrës, që është ky këtu, që është në SPF 50+, edhe ky mbrojtja UVA, UVB dhe gjitha kremrat kanë acid hyaluronik edhe vitamine, më falni. Gjithashtu, ndryshe nga kremat e tjerë të fytyrës, ky është në formati 75 ml, që është goxha i leverdishëm. Pjesa më e madhe janë te 40-50 ml. Ka dhe shine control që mos të yndyrroset lëkura gjatë gjithë ditës.
Tjetër kemi vaj nxirës. Ky kishte një aromë fantastike, më pëlqeu shumë. Ky është me SPF6, por të njëjtin set e gjeni në versionin me mbrojtje më të ulët, se ky seti është me mbrojtje të lartë. E gjeni pa SPF fare nxirësin dhe kremin e trupit e gjeni me SPF 15. Dhe kishte dhe dy produkte që janë për after sun, që janë hidratuse për lëkurën pasi ti ke shndruar në diet gjatë ditës. Ky është në format gjeli, është për trupin edhe për fytyrën, cooling gel lexon me acid hyalurinik, provitamin B5, vitamin A dhe E. Edhe ky është një spray mist me hidratim edhe antioxidant. Ky ka gjithashtu provitamin B5, kukumber, kamomil, grape extract. Sa mirë, kjo që nga kështu spray, se nuk e kisha provuar. Nice, ta hidraton lëkurën. Me pëlqejnë. Kështu njerëz, gjithë setin me vete, sa të bukur e ka dhe paketimin dhe që lexon që sipër. Baby, it's hot outside, better be protected. Po vjen të më marri motra edhe konakti, kështu që duhet të dalë. Ku jeni grupi Shoropi? Si jemi kështu sot? Adults only? Jemi pa shefin e madh. Shefi është me gjyshe. Po të ishte shefi, do kalon të më mirë, në fakt do na japte rrugët. Se kemi ca pa kënaqësira këtu te Selektilli, po do t'ju flas pastaj gjitha. Gjitha, një nga një, tëke. Unë jam gati të iki që të shef. Jo, se ka pagu lekët. Njerëz jemi kthyer në kohën kur Ariona dhe Altin ishin thjesht të lidhur, dilnin kudo, edhe më merrnin mua me vete kudo që vinin. Jemi kthyer pikë në kohën kur ju dinit se çfarë do unë ju vija kudo me vete. Ide morri kokën. Edhe që të dini ju pipunati këtu imi që bën si shumë mirë, mua më thoshte bibi nga losu. Se lyhesh, unë kisha qef, kisha moshën. Hello, po ju flas nga mbasditja vonë, është rreth orës 7, kemi ardhur në shtëpi nga pishinat, jam larg, kam thar flokët edhe tani do shkoj pa nga motra. Por do t'ju tregoja pak për eksperiencën e shëmtuar që kemi patur sot tek Select Hill Resort. Kemi ngelur super të pakënaqur, shërbimi skandalos, sjellja e njerëzve arrogante, të pasjellshëm, nuk të ndihmojnë fare, nuk e respektojnë fare klientin, kemi ngelur super të zhgënjur, nuk e di, një lloj sjellje, as nuk u përpoqën të na gjeni një vend të mirë që kur vajtëm, përveç fakti që pagoje 10.000 lekë për femra, 15 për meshkuj, një lloj diskriminimi kot pa lidhje. Nëse, okay, rregullat e tyre deri këtu, mezi na gjetën një vend, në fillim na çuan një vend tek familjarët, ku ishte pishina e fëmijëve dhe kishte vetëm fëmijë dhe zhurma fëmijësh, ndërkohë që ne ishim pa fëmijë dhe nuk ishim se të rinim në atë zonë atje. Duke ka për 700 veta të ndryshme, na ndruan vendin, na çuan diku tjetër. Është një histori shumë e gjatë, po dua t'i bie shumë shkurt, sepse dua të kap vetëm thelbin e shërbimeve në Shqipëri, nuk dua të kap faktin e fjalëve apo lojrave të fjalëve që u bën aty. Por, okay, na sistemuan diku tjetër, na dan 3 shezllone një çadër, pastaj erdhi dikush tjetër, tha kush u dha 3 shezllone sepse më bllokohet çadra tjetër, më ngelet bosh, ndërkohë ti paguon për person, nuk paguon për çadër, dhe pretendohet që njëri person të rinte në këmbë. Okej, e lana ashtu siç ishte, ne shkuam për të pirë kafe në restoran, te kafja, te barja, ishte dhe restoranti Mirakam, erdhëm tek çadra jonë dhe gjetëm shezllonin e marrë, peshirin të lënë në një pup. Kishëm prekur stendet personale, pa që ne prezent. Nuk e zjatëm më shumë, sepse realisht donim të kalonin mirë, kishëm vajtur për të kaluar mirë, por sjellja e tyre ishte të tmerrshme njerëz. U ngritëm më pas për restorantin. Okej, tham chill, positive vibes, porosesim diçka për të mirë, për të pirë shijojmë ditën tonë. Shkojmë te restoranti, u kthem te restoranti, ushqimi ishte i mirë, kamarierët aty ishin të respektueshëm. Por flas për zonën e pishinës që ishin skandaloze. U kthem sërish te çadra jon, kishim edhe një tavolinë të vogël që kishim lënë pijet, nuk e gjetëm. Domethënë, unë nuk arrit të kuptoj se si njerëzit arrit të prekin gjërat personale të tjetrit, kur personi që i ka nuk është prezent.
I shkruajta një mesazh dikujt në menaxhim, thjesht për të nxjerrë atë inatin tim, por realisht vazhduam, shijuam pishinën, shijuam diellin për inat, jo se nuk e vlete të prishnim moodin tonë dhe ditën tonë, pavarësisht se ndikon dhe na ndikon jashtëzakonisht shumë. Por një gjë është e sigurt që ne kurrë më nuk do shkelim në atë vend, kurrë më. I jap 0 pikë realisht si shërbim, kategoria e njerëzve e drita shumë për të dëshiruar, nuk e di, ne nuk i përkasim asaj lloj kategorie njerëzish. Kaq për resortin, super e zhgënjur, nuk do t'ja rekomandoja askujt që të shkonte dhe për vete nuk do shkoj më kurrë. Kam shkuar, nuk para i frekuentojmë pishinat, kemi vite që nuk i frekuentonim, vjet kemi shkuar te Flumen Park, super të kënaqur. Një lloj selektimi njerëzish që vizitonin edhe frekuentonin pishinat, super të sjellshëm, nuk e keni iden. Mbaj mend që në vjet kemi shkuar me fëmijë, janë përpjekur, na kanë ndruar 20 vende ku që ne të ishim më mirë, që të kishim dhe hije, por të ishim të afër pishinës sepse ishim me fëmijë të vegjël, ushqimi super, shërbimi super. I jap mbi 10 nga 10 po Flumen Parku. Aty ishim nisur edhe kësaj here të shkonim, por kishim harruar të rezervonim më para, sepse vjet ne kemi rezervuar edhe për faktin që ishim një grup i madh, dhe si vjet e lam pak me idenë që 3 veta jemi, nuk ka nevojë të bënim rezervim paraprak, por është e vetmja pishinë që vlen në Tiranë. Edhe te Ecos Resort kam qenë para disa vitesh dhe aty kemi ngelur shumë të kënaqur. Nuk e di çfarë bëhet vitet e fundit sepse nuk kam shkuar. Kaq që ishte eksperjenca jon me Selectillin dhe nuk do shkojmë më kurrë atje. Më vjen shumë keq, e them këtë gjë, nëse e keni vënë gjitha videot e mia, jam përpjekur që ta paraqes Shqipërinë shumë të bukur, edhe turizmin në Shqipëri, edhe vendet e ndryshme të Shqipërisë, jam përpjekur të nxjerr anën më të bukur. Mua më pëlqen shumë Shqipëria, më pëlqen shumë të jetoj këtu, por sa herë që ndeshem me situata të ndryshme, kam të bëj me njerëz të tillë. Them pse është populluar Shqipëria me njerëz të tillë ignorant. Më vjen shumë keq me këtë pikë, sepse realisht e dua shumë vendin tim dhe më pëlqen të jetoj këtu. Por ç'a të bëjmë, fatkeqësisht ka dhe njerëz të tillë, dhe me sa duket vitet e fundit që nga shtuar shumë. Edhe kështu njerëz, gjithsesi shpresoj që të ketë pëlqyer ky vlog, nuk e di se si ka dalë, sepse thash shumë xhirime, më kanë humbur një ditë, më ka humbur komplet e xhiruar. Por shpresoj që të pëlqejë dhe ju mos harroni që të bëni një subscribe në kanalin tim, që të më ndihmoni që të rritemi shumë e më shumë. Gjithashtu mos harroni të më ndiqni edhe në Instagram, @vizposhtfiraj, po ala diku këtu poshtë. Më bëni follow dhe atje, postojmë video, gjëra shumë të bukura, foto shumë të bukura. Kemi pjesën editove që unë nuk jam duke xhiruar për YouTube-in, më gjeni aktive më shumë në Instagram. Lots of love, faleminderit si gjithmonë që më suportoni dhe shihemi në videon e radhës.